Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe kemi nisur një muaj të ri, duke uruar të gjithë dhe ju që jeni duke na ndjekur, një muaj të mbar pa strese, pa probleme. Në fakt, ditën e sotme do sillim një histori me shumë probleme që vjen nga kryeqyteti. Do të flasim për një zonjë, ajo është vetëm 63 vjeç, quhet Merita Rushiti, jeton e vetme. Është kujdesur gjithë jetën për 2 vëllezërit e sëmur, nuk ka krijuar asnjëherë familjen e saj, ka vetëm 6 muaj që i ka humbur të 2 vëllezërit, janë larguar nga kjo jetë njëri pas tjetrit dhe kjo 63 vjeçare e vetme në kushte të vështira jeton në kryeqytet. Ndërkohë që regjia menjëherë na ka prezantuar me disa plane të banesës ku jeton zonja në kryeqytet në Tiranë. Një shtëpi me një tavan totalisht të shkatëruar, që jeta e saj është në rrezik. Gazetarja Ersela Malaj ka qenë në ambientet e kësaj 63 vjeçare, ku sot ajo ka marrë guximin të vinë në studion e emisionit Pa Gjurmë, pasi kanë qenë qytetarë të tjerë të cilët kanë kërkuar ndihmën e programit për të qenë ne prezent në shtëpinë e saj dhe për ta ndihmuar. Ndërkohë kjo zonjë ndodhet me mua dhe unë menjëherë dua ta përshëndes. E dashur Merita, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Je mirë me shëndet? Që të thema unë të gjitha anët jam me ftopje, me tensione. Se më the pak më parë që përpara se të vija, isha me tension të lartë. Ke marrë ndonjë medikament për ulje tensionit? Tensioni është i rrezikshëm. Mora, e di, e mora. Në radhë të parë do t'i jap ngushëllimet e mia për humbjen e 2 vëllezërve. Faleminderit, edhe ty të rojnë gjithçka përse. Janë larguar nga kjo jetë vetëm përpara pak muajve të 2. Për 3 muaj të 2. Çfarë moshe kishin vëllezërit? 63-65. Nga se vuanin? Po, zemra, tensioni, plus edhe ftopja aty që u plebitosëm. Por sa ko keni ju që jetoni në këtë? Që me tërmetin e sa ishte 2019. A i forti i pari. Pra, prej vitit 2019, shtëpia juaj është katandisur në këtë gjendje. Edhe po vjen më keq. Dhe ju jetoni aty? Po ku të shkoj? U plebitosa. Dhe çfarë zone Tiranës jemi këtu? Unë jam lartë Kino Studio. Në Kino Studio, flasim për zonën e Kino Studios. Në Kino Studio. Ma vjen shumë keq dhe teksa shikoj ato lotët e tu në faqe, për pos dhimbjes, për humbjen e 2 vëllezërve, por mbi gjitha e vetme tashmë. Nuk di çfarë të them. Njëri ma varosi shoqëria. Tjetrin bashkia, që të bëj, ku të shkoja. Ku të shkoja. Mora ambulancën, mora policin, bërën veprimet, ma varosin bashkia të dytin. Por bashkia nuk ka marrë mas për ty, që ti je akoma në jetë dhe je e re dhe duhet të jetosh dhe të ndihmojnë për këtë gjendje, kur ata e kanë parë këtë situatë. Nuk të kanë ndihmuar. Njësia bashkiake numër 4 e kap, mos gaboj? Po. Jam korekte, 4 e kap zonë e Kino Studios. Kanë ardhën, kanë filmuar shpinë, kanë vajtë, kanë pyet, prito Merita, dhe s'ka. Ma për një 6% që është 30.000 lekë që meret njërë 3 muaj, njërë 4 muaj dhe që të bëjë. Të vjetra, apo të reja? 30.000 lekë shu, të reja, këshu me 30.000 lekë. E qartë. 300.000 lekë të vjetra, 30.000 lekë të reja, e qartë, një në 3 muaj, dhe ato para për çfarë ti ka dhënë? Edhe 3-4 muaj. Ne do jemi të dyja së bashku, e dashur Merita, ditën e sotme, me shpresën që zëri jo do dëgjohet. Më vjen shumë keq për historinë tuaj. Ersela më tregoi kur erdhi nga banesa, ne do ndjekim dhe atë reportazh vetëm pas pak, po më lejo të prezantoj një lajm për një person të humbur që nuk ka lidhje me ju, sepse ju e dini, e dashur, që në studion e emisionit Pa Gjurmë më së shumti trajtohen historitë e personave të humbur dhe të premten e kaluar, redaksia e emisionit Pa Gjurmë solli në transmetim live historinë e Aslan Ilaslari, dashur miq, regjia më ndihmoi me pasaportën. 58 vjeçari nga Skrapari, që kishte humbur kontaktet me familjen e tij në nëntorin e vitit 2019. Vllai i tij, Agim Ilaslari, ishte me mua në studio, tregoi momentet e fundit që kishte humbur zholli kontakti me vllain dhe dyshimet tek pronari i tij, Apostol, një zotëri nga Skrapari, që sipas vllait e mbante dhe shfrytëzonte për punë dhe nuk e linte të kishte kontakte me familjarët. Unë dua të prezantoj një kronik çfarë ndodhi të premten e kaluar në këtë studio dhe
rikthehemi. Një histori dhimbje dhe pritje, që duke që nuk do të merrte fund kurrë, me zemër në dorë dhe një breng që e mundon të prej vitesh. Agim Ilaslari rrëfeu në emisionin e kaluar, momentin kur humbi çdo kontakt me vëllain e tij. Aslan Ilaslari, 58 vjeç, prej 7 vitesh nuk kishte dhënë asnjë lajm për familjen. Ata nuk kishin mundur të lidhen me të, dhe çdo përpjekje kishte rezultuar e pasuksesshme. Sa kohë ke pa folur me Aslanin? Unë kam gati 6-7 vjeç s'kam folur fare në telefon. E ke pyetur Apostol pse Aslani 6 vite nuk flet me Agimin? Telefon ai nuk ka. Jo. Ti si pronar, pse si ble telefon të komunikoj me vëllezrit? Po jo, ai ka lekë veta, mu ta ble vetë telefonin. Jo, ai lekë s'merr. Agimi tregon se Aslani ishte larguar për të punuar si çoban në fshatin Kuç, në zonën e Skraparit, që nga ajo kohë telefoni i tij nuk u përgjigj dhe më asnjë informacion nuk mbërriti në familje. Madje ai ngriti dhe dyshimin se i vëllai mund të mbahej kundër vullnetit të tij nga pronari i stanit, një dyshim që i kishte rënduar dhe më shumë anktin dhe pasigurinë e tyre. Agim, mund të më tregosh, domethënë, si i shkëputi kontakte? Tha do nisem për punë dhe fiku telefonin? Po, punonte në fshat, merresh me punë private aty. Se ndërsoj njëra erdhi në qytet, në Çoravocë, dhe ndërsoj tek Filani, tek Apostoli, do vesh shobana tjetër. Dyshoni Agim që ai vetëm ushqehet me bukë. E ushqen me bukë dhe nuk i jep rrogë dhe shfrytëzon si krapune? Dhe si krapune. Në emisionin e kaluar fal ndërhyrjes së pagjurmë, Agim Ilaslari arriti të komunikonte me personin që kujdesur për Aslanin, i cili deklaroi se 58 vjeçari po jetonte në shtëpinë e babait të tij. Të zoti Apostol, jemi në kërkim të një zotërie me emrin Aslan Ilaslari, që ka punuar tek ju si çoban. Po. A keni ju informacion për këtë zotëri? Kemi shumë të plot dhe e kam akoma në shtëpinë time. Po, është e babai im, jo te mua personalisht. Pas 7 vitesh pasiguri, pritje dhe frikë, e vërteta doli në dritë. Kontakti u rivendos dhe dy vëllezërit arritën më në fund të komunikojnë, duke i dhënë fund një historie që prej shumë kohësh kishte mbetur pezull mes dhimbjes dhe shpresës. Kjo është historia e Aslan Ilaslari dashumish, ku të premten e kaluar në transmetim live, ne telefonuam pronarin e tij që u akuzua nga i vllai Agim Ilaslari dhe zoti Apostol pohoi që Aslani, ky 58 vjeçar ndodhesh në fshatin Kuç të Skraparit, tek babai i tij, ishte shëndoshe mirë dhe na premtoi që do na i nxirrte padyshim në telefon. Dhe kështu ndodhi, në fundjavë që ne nuk kemi qenë në transmetim, kemi qenë pushim të shtunën dhe të dielën, Apostoli na ka nxjerrë në lidhje direkte, pikërisht nga fshati Kuç i Skraparit, Aslan Ilaslarin, i cili tregon që nuk jam i humbur, por pse ai nuk flet me vëllezërit e tij, e tregon vetë arsyen. E ndjekim këtë material. Aslan, përshëndetje. Përshëndetje. Si je me shëndet? Jam shumë mirë. Por pse nuk flet me Agimin, me vllajin? Po s'ka marrë telefon, s'ka ardhur. Është rasti i dytë që bëri kontakte edhe një në Greqi që më çon njerëz të humbur. Nuk u mbet faza komuniste me zonin. Mos hapni panik kot. Por mirë, mo ti ke gjithë ato vite, ke qenë në vitin 2019 që Agimi nuk të... Jo, 2019, unë po bëj një vjet. Këtu ka folë para i viti, ka folë me Maksimi, me vëllar tjetër që kam në Çoravocë në Skrapar. Edhe ka folë një policia di këtu, komplet Skrapar e di ku jam mu. Mos hapni panik. Po pra, po vllai... Po qa jeni? Vllai ka ardhur në emisioni Bajgjur Agimi dhe ka... Dakor, shumë bukur. Mas përse tani dhe ka deklaruar që ka humbur kontaktet me Aslanin që prej nëntorit të vitit 2019. Vllai e di që jam Kuç. E di, 100%, se më ka folë telefon para i viti. Po pra, por ai nuk ka asnjë kontakt me ty, ti nuk ke një telefon? Po s'kam më se kam qenë telefon, se telefonin gjera dhe gjerimi, edhe nuk... Ja shka nuk, ta këtonë e zënë, se ti nuk këto ca gjera. Gjithë ato vite mos shkosh asnjëherë në shtëpi? Pse nuk e shkuar njëherë në shtëpitë e vëllezrit? Te e këto ti, pos veroni përgojt, për qa e ti? Te vëllezrit, unë vete si mik, te Maksimi ka vatu, vjetë që se Maksim, do vete unë, ore sate me këtu në Skrapar të këvlajme. Pse të kërkon Agimi atëre? Ti thuaj unë nuk jam i humbur. Agimi shmi vogë në mora mosha, unë jam 60 vjeç bushkorik, le të vitë në Saranda, në Sarandër i aji, le të vitë në takoj. Edhe policia ka folur vjetë me policin, me njëna policia ka muabet me në Skraparit, e di që jam këtu dhe opinioni njerëzit e di.
E qartë, nuk të detyron njëri që mos të rish aty, por edhe të flasësh me vllai nuk ka ndonjë gjë të keqe. Ore, ne i këto reklama ti se... Ore, nuk janë reklama, unë po të pyes, të ka marrë malli për vllain ty. Ore, po pyesaj, ledrime se unë telefon nuk kam, edhe mu prishe, edhe si kam qef telefonat, faktikisht. Ajde dit, me Maksimin, me vllain ti kam folur unë. Kjo kam folur, për para viti qesh. O Aslan, të bëj një pyetje, ka marrë malli për agimin? Ka marrë malli ledri, se unë nuk kam mundësi se kam punë. Jam punë, nuk kam... Ke një mesazh për agimin? Thoj, është mirë, thoj, është fila vendis, ta di. E di vendis, e di policia, jo policia, për di civila tërë, që mjojnë ma. I dashur Aslan, mesazhi jot për vllajin është që je mirë dhe të vi të takoj aty. Ka ndonjë hatërmbetje mes teje dhe agimit? Jo, më s'ka, unë me tërë vlezit që njësoj, le të takoj, shamë. I dashur Aslan, unë uroj ti jesh mirë, të uroj jetë dhe shëndet, falenderoj Apostolin që bëri të mundur me telefonin e tij që sot të flisje këtu live me mua dhe që vllai Agimit të shikoj dhe uroj dhe shpresoj të bashkohesh sa më shpejt me Agimin. Ju përshëndes të dyve, Aslan, të përshëndes, mirupafshim. Faleminderit, Zotë më ndihmoft. Dhe shëndet gjithë të mirat. Ishte biseda me të humbrin, pikërisht me 58 vjeçarin Aslan Ilaslari, ku kërkuan në studion e emisionit Pa Gjurmë nga vllai i tij Agimi. Ndërkohë 58 vjeçari dukesh ishte i irrituar, tregoi që ishte shëndoshe mirë, ndodhej në fshatin Kuç, punonte pikërisht në familjen e Apostolit, ku i dha dhe një mesazh të vllait që jam mirë, nëse dëshiron mund të vish të më takosh, pasi Aslani, ky 58 vjeçar, nuk përdorte telefon dhe vetëm pronari mund t'i jepte telefonin e tij dhe ai të komunikonte. Ai nuk është më i humbur, padyshim që pasaportat, fotografitë që ne kemi shpërndar për gjetjen e tij do të hiqen, sepse vet Aslani foli në këtë transmetim dhe përçoi mesazh për familjen e tij, uroi dhe shpresoi që të bashkohet sa më shpejt me vëllezërit e tij dhe sidomos me Agimin, i cili ishte në studion e emisionit Pa Gjurmë. Mirë, kemi ardhur në fund të kësaj pjese të parë, dashur miq, unë dua të prezantoj një këshill mjekësore në këto momente, do të jemi tek Obeni dhe rikthehemi për të vazhduar me historinë e radhës, me historinë e dhimbshme të Merita Rushitit, kjo 63 vjeçare nga Tirana. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq dhe në këtë pjesë të dytë do të sjellim historinë e dhimbshme të një 63 vjeçare me emrin Merita Rushiti, e cila për hir të dy vëllezërve të saj më të mëdhenj në moshë nuk u martua kurrë, jetën u dedikoi atyre, duke ju shërbyer dhe vetëm përpara disa muajve i ka humbur të dy nga kjo jetë. Ka ngelur e vetme në kushte të vështira, siç rrëfeu edhe pak minuta më parë që nuk ishte as para për t'i varrosur të dy vëllezërit e saj, ku një prej tyre u varros nga shoqëria, ndërsa vllai tjetër u varros nga bashkia. Ajo kërkon ndihmë dhe kërkon që zëri i saj të dëgjohet dhe pse ka shpërthyer në lot që në minutat e para kur unë e prezantova emrin e saj. Por gazetarja ime Ersela Malaj ka qenë në shtëpinë e kësaj zonje, e zonjës Merita Rushiti, për të shikuar realitetin se ku jeton vërtet kjo zonjë. E ndjekim. Të pra zemra, kam vujtur dhe po vuaj edhe tani në pleqëri. Nuk di nga t'ja mbaj ma. Miqtë e Pa Gjurmë, sot ndodhemi në njësi numër 4 në Tiranë, pranë banesës së 63 vjeçares Merita Rushiti. Kjo e moshuar prej kohësh jeton e vetme mes mureve të qara, një tavani që është gati të shëmbët, pa kushte ekonomike, e cila kërkon ndihmë sot dhe bën thirrje të gjithë qytetarëve apo dhe institucioneve që ta ndihmojnë. Merita para 6 muajsh ka humbur dy vëllezërit e saj, një humbje shumë e madhe, e cila e kalon me zemrën e thyer, të vetme, në këtë shtëpi, e friksuar se mos nga dita ditës kjo shtëpi do shembet. Ne sot do shkojmë tek 63 vjeçarja, të dëgjojmë rrëfimin e saj se çfarë do na tregoj dhe gjithë vështirësitë që ajo po has këtë periudhë.
Ju Merita me kë jetoni tani? Vetëm, Sa kohë bë që jetoni vetëm? të shi kanë bërë 6 muaj me të litë, ja vetëm vane tani. Kam dhe prikë natën. Shumë prikë natë. Ti ke jetuar me 2 vëllezër, apo? Me të vëllezërit të fundit edhe ato ikën në kaq. Nuk kam qenë asnjëherë e martuar. As vëllezërit. Përse kjo zgjedhje? Po ashtu i kisha hallet. Duhet rria unë këtu gjithve. Tash s'kam nga t'ja mbaj. Nga t'ja mbaj tani, as për drita, as për ujë, pa pension, ja, pa rrogë, ja, pa asistencë, pa gjë, pa hiç. Kushtet e shtëpisë ku ju jetoni tani janë të mjerueshme. Jo mjerim, po nuk di që të thema. Nuk di që të thema për 100 lekë. Nuk keni asnjë të ardhur ekonomike? Fare, mund të pyesni, shkoni ku doni pyesni edhe kaq. Ju nuk keni një familjar tjetër? Ja, një motor e kam. Ajo është qorë edhe ajo nga të dyja syt. Edhe të shoqin smur dhe kaq. Nuk kam. Ju ku flini? Se me sa shoh tavani është Të blema, i ja. hapur. Po ja, është mi zemër. Gjatë dimrit si e bën? Ja të këtë gjuta, pra, është mjerim të këtë gjutat prej ku të shkoj. O të qa bëhet tu me zemër të vishti, me kova, me legena, me kazana, me tepsia. Që dhe lec kam japi banorët. Po pra njësisë administrative, ju keni bërë ndonjë kërkesë që t'ju ndihmojnë për mbylljen e këtyre çarjeve që janë ata? Kam vajtu tek njësia 4, më kanë ardhur 4-5 herë këtu në shtëpi, kanë filmuar, kanë bërë pyetjet edhe kaq. Gjithë natën me marrë çakmakun. S'ka, nuk mundem do, me si presak 10 mëngjesi. Këtë avani këtu kur ka rënë? Ky fillovi që me tërmetin pra që rajin, sa qa vit ishe 2019. Ti po më thoje që një pjesë e mujt të ka rënë në kokë, apo jo? Po, edhe të kjo dhe tek banja, plasje, qa blose bëhet këtu, o sot i ma. Sot e blose. Si që shohim me lagështi, muri është i barur. Gjitha, ja. O këtu të shi kanë fillu pjesët e tjera, se kështu do bëhet kjo derisa të bie tëra. Këto ta kanë falur, po më thoje. Zoti ma e një telefon bëri zonja, me erdhin pa shpin, edhe po deshin një Këtu mbanë ushqime frigorifer. që të japin ushqim. Ushqim. Po shoh që edhe këtu ka shumë lagështi dhe çarje të murit. Ka, po qa të bëj? S'kam qa bëj. Edhe kjo këtu të shi fillovi, kam edhe frikën asaj të drasat. Kam vujtur të rjetën, s'kam as pension, as të rrogë, as asistencë, as i gjë. Kam vujtur dhe po vuaj edhe tani në pleqëri. Nuk di nga t'ja mbaj ma. E në fakt e dhimbshme, teksa i pam të gjitha këto plane, se ku jeton kjo 63 vjeçare në mes të kryeqytetit në Tiranë, ku për shkak të tërmetit të vitit 2019, nëntori 2019-ës, e shkatërroi banesën e saj dhe askush, le të themi, nga institucionet nuk arriti ta ndihmonte apo t'i rindërtonte atë banesë ku ajo ka vite që jeton. E dashur Merita, më vjen shumë keq për atë në të cilën ndodhesh aktualisht, në kushte të vështira, me një tavan, jo që ka vetëm lagështi, po i shkatëruar, që duket sikur nga momenti në moment do bjerë dhe brënda jeta juaj është në rrezik. Por në zonën e Kino Studios, në djenin time, fasada nga jashtë e pallateve është rregulluar.
Vetëm të parat e Rresht i parë i pallateve. Rresht i parë të ne nuk kanë ardhur. Ju jeni rresht më pas, le të themi, Brapa të biblioteka që është kopshi. e kam parasysh Jam zonën, brapa unë. dhe aty nuk është marrë asnjë mas nga bashkia Jo. për të rregulluar banesat. Jo. E dashur Merita, ju nuk keni krijuar asnjëherë familje, Asnjëherë. vetëm për hir të vëllezërve? Po vetë nënës babaj se më ka vdekur një vëlla tjetër. Do me thënë gjithë familja, vetëm unë të shikam ngel. Qa moshe i ke humbur prindrit, nënë dhe babajin? Babaj duke se ishte 61. Se nuk jam kam edhe angë, stres e kupton. Mamaja 66 në duket, kurse Të rinj. vllai 38, 39. Por vllai pse aq i ri? Të tre vëllezrit, do me thënë tani që qofshin të xhenetit, edhe nëna dhe babaj, edhe kaq. Pra familja juaj përbohesh nga 6 antar, Kam dhe prindrit, një motër, edhe ajo është qore nga të dy sytë e martuar, dhe kaq kemi ngel. pra vetëm ju dy motrat keni Unë ngel. jam vetëm, unë jam vetëm. E qartë, motra që është e martuar, Ajo është shpinë e vetë. dhe ju që nuk krijuat asnjëherë familje, Asnjë. ju Isha shërbe Kutilia, se edhe ky tjetri që vdiqi fundit, ishte edhe i smur kështu e ke parasysh. mëndërisht, po, probleme shëndetin mendor. E trauma që kam kaluar, nuk i leja do troç me ta thënë, as Rafmet Lind, as nënën, as babajn, as vllajin tjetër, nuk i leja dot. Ju shërbeve gjithë jetën. Halal i pacin, halal, halal, në emër të Zotit. Por jetesa juaj pas ka qenë shumë e vështirë. Shumë, traume gjallë janë. Shumë, kur them shumë. Edhe pa vuaj dhe pa pun janë, pa asistencë, pa pension, pa rrogë. 12 vjetë punë e kam, 12 e casa i kam librezën atje. Nuk duen 15 vjetë punë, ose të pagush, Siguracione, a 2 milion sa më tha, nuk maj mëndë. që të përfitosh Që unë pensionin. nuk kam 100 lekë. Unë roj që më japi banorët edhe kaqë. Ju nuk keni asnjë lloj të ardhure? Jo, për atë Zot që është lartë. Ju nuk punoni dot, Merita? Kam kërkuar punë, së më kam dhënë. E qartë, unë Ndërsa kuptoj shumë mirë. tani, Në moshën në të cilën ti ndodhesh, 63 vjeç, askush nuk të punson, duke nisur nga shteti dhe bizneset private. Në përshpia, kam punuar kështu, kaqë. Por kur ke jetuar me vlezrit, ata janë trajtuar me kemp, besoj, kanë marrë kemp. Jo, asë një lloj gjëje, shkonim lagje nuk na bënin. Po me çfarë keni jetuar? Aja që për Zotin, për zejbe Zotin, qam ka dhën lagja e qam je plagja. Edhe drita deri tani, i pagova me që më vdiqen të dy, Rafmet Lind, e kupton, ndërsa tash i kam ngel prap. Edhe ujnë janë problem, se kam a 2 miliona nuk e di. Edhe më kanë sjell letër për çështje penale që a thohet, ku di unë, e kam letrën atje. Që nuk e paguar faturat e Me që dritave? ati paguj, ujnë. Por asnjë ndihmë ekonomike nuk trajtohesh nga bashkia? Të thash zemër që më afrojnë një 30.000 lekë që merret njërë 4 muj, njërë 5 muj, edhe kaq. E qatë bësh me të, nuk kam asin lloj ndihme ti. Sepse nuk e kuftoj këtë lloj ndihme që t'i jep bashkia, ku me 300.000 lekë të vjetra, t'i jep njërën 4 muaj dhe ti duhet të përballosh Aq. gjithë situatën. Qa situate, për mu bëfshin ajer banorët, edhe kur jam smur kam dhe borgjet e farmacia, mi kanë palë 2-3 herë, po të shi unë prap 1-2 smure, jo ftopje, jo zemra, jo. Është absurde, a? Parasysh, Ma më vjen është të dhe mërshme, kur më thej që jam me tension dhe thash a pive ilaçe, më thej nuk isha lek të blija një ilaç për të ullur tensionin, Më gocat. ta dham vajzat e një farmacie aty të zona e Kino Studios. Palë. Por këto ilaçe rimbursohen e dashur, kështu që Po, do shkoj të mos e lër pas dore shëndetin. Po, do shkoj të doktori dhe do t'i marrë ato të zemrës, ndërsa për ftopjen, unë bëjmë 1-2 ftopje kronike, ato janë me lekë, nuk janë pa lekë. Lagështia e madhe që është në këtë. Lagështira.
Unë po i shikoj këto plane dhe janë Ato janë me lekë zemër, ato të ftopjes, nuk t'i japin me rimpulsim. Por unë dua që të kisha dhe zërin sot nga njësia bashkiake numër 4 aty ku ti jeton, sepse në 2019 u rimbursuan, le të themi, shumë familje që patën dëmtime nga tërmeti. Si ka mundësi që juve nuk ju erdhën dhe nuk ju dhanë? Ajo është në këndvështrim. Çfarë pjesë jemi tu? Jemi tek tavani. Ajo është një shtëpi e pabanueshme. E pabanueshme, po çfarë bëj unë ku të shkoja mi zemër? Duhet të kishte dhënë një bonus qiraje ku ti të dilje në një ambient tjetër me qira dhe jo të jetoje aty. Asnjëherë s'm kam dhënë. Asnjëherë. S'kam asnjë lloj ndihme. Do qëndrojmë të dyja së bashku e dashur Merita në këtë transmetim, pa dyshim që edhe unë do e ngres zërin, do të mbështes ditën e sotme me shpresën që të ndiqemi nga njësia bashkiake numër 4, ku duhet të marri patjetër masa urgjente për këtë 63 vjeçare që jeton në këto kushte tej mase ekstreme, jo vetëm të varfërisë, por edhe rrezik për jetën e saj. Por do bëjmë një shkëputje për të kaluar në reklama dhe rikthehemi sërish bashkë. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, jemi së bashku me 63 vjeçarin Merita Rushiti nga Tirana, nga zona e Kino Studios, e cila ka ardhur në këtë studio dhe po tregon jetën e saj të vështirë dhe pamundësinë për të vazhduar e vetme jetesën në kushtet e varfërisë në atë shtëpi të shkatëruar nga tërmeti i vitit të 2019, konkretisht nëntori i vitit 2019. E dashur Merita, e kuptoj që je e raskapitur, je e lodhur. Dhe nuk dua të mbaj edhe shumë gjatë në këtë studio, duke menduar që je edhe me tension. Më vjen keq që ke humbur nga kjo jetë 2 vëllezër që i dedikove jetën, qëndrove me ta. Fal. Mund të pish e qetë ujë, nëse ke nevojë të dalësh nga studio, më thuaj. E ketë nevojshme të dalësh nga studio? Jo, zemër se të thebe. Duhet të bëhesh e fort, e dashur. Nuk po e mu lodha, jam me lodhur shumë. Tash i kam me me drita, me ujit. Ato dhe do të husin brënda në gjëndje penale, që është ajo, këti une. Aty i kam letrat. E qartë, e kuptoj, për letrat që të kanë ardhur. Borgjet i kam, kur s'mure më se të merri, se me sot lutem dimothem. Ta shi të më dhëmë banorët dhe për tangure. Ta shi gjithmonë banorët. Ti jeton me çfarë të sjellin ushqim banorët. Dhe dua t'i falenderoj të gjithë fshinjët e tuq në zonën e Kino Studios. Ju dhëmë zoti shëndet, inshallah. Që je vetme dhe çfarë gatuaj në shtëpinë e tyre, një pjatë e rezervojnë dhe ta sjellin dhe ty dhe bravo për gjitha banorë me zemër të madhe që të ndihmojnë. Por prap ti Mov zoti, inshallah. Kërkon që të marrësh një ndihmë që e meriton dhe të jesh me dinjitet për të jetuar dhe jo të marrësh ushqimin nga fshinjët. Qa të bëj ku të shkoj, s'kam as pensionës. Por bashkia ka vendosur disa menca për njerëzit në nevojë të marrin ushqimin. E ke menduar si opsion? Ti ka mbajtur kështu, po Janë disa qendra ditore edhe të përhershme ku mund të strehohesh sa gjëra të rregullohen dhe të largohesh nga kjo banesë. Që të ndihmojnë, kërkoj për shembull në një pension, në një që në kështu që të paguaj drita të ujit, muj për muj. Ku t'i gjej? S'kam ku t'i gjej. Një ndihmë sociale, një ndihmë ekonomike që bashkia duhet ta vendosi në dispozicion. Por ajo që unë të 12 vjet e gjysa, 13 t'i kam edhe them në i pensiona, në i ndihmë ekonomike që paguaj drita dhe ujin. Se për tangur s'ka gjë m'japin. Jo, po nuk është kjo, e dashur Merita, nuk është kjo jeta, të paguaj drita dhe uj dhe për të ngrënë lërë mos të keq ushqehem, të jetoj në këto kushte, të jetoj në atë tavan të shkatëruar. E ke menduar opsionin për të lëvizur nga ajo shtëpi dhe për të shkuar në një qendër ku jo vetëm do ushqehesh shëndetshëm, do kesh trajtimin mjekësor dhe do jetosh si njeri, sepse meriton të jetosh dhe jo të jesh ashtu. Është e dhimbshme. Pa ke vuajtur me historinë e familjes tënde, ke humbur kaq njerëz të dashur nga kjo jetë, ju ke shërbyer gjithë jetën, duhet të jetosh dhe të kujdesesh për veten tënde. E ke menduar këtë opsion
ndoshta të lëvizësh nga ajo shtëpi dhe të shkosh në një qendër? Se ti, unë dua t'jem po prap këtu, të shtëpia ime. Aty ku rrite, aty O, ku... që normale, nuk largohem do, po të kërkoj ndihmë që të më rregullohen, edhe për një pension, ande ndihmë ekonomike, për ujë dhe kaq. Nuk largohem dot. Unë ju bëj thirrje bashkisë së kryeqytetit, njësisë bashkiake numër 4, mos gaboj, që kap zonën e kinostudios ku jeton kjo 63 vjeçare me emrin Merita Rushiti, nëse janë duke na ndjekur të marrin masa urgjente për të, pasi jetoni një banesë që është rrezik për jetën e saj dhe mbi të gjitha ka qenë bashkia që ka varrosur vllajin sepse ai nuk ka patur mundësi as për varrin e tij, ndërsa për vllajin tjetër ka qenë shoqëria që ka kontribuar për ta përcjellë në banesën e fundit dhe kjo është e dhimbshme, është, nuk e di, dhimbje e madhe. Njëri vlla më the vdiq nga zemra? Të dy nga zemra. Kanë pasur probleme të dy me zemra? Po, që të bëjmë? Lek për ilaçe, s'kemi pas. Nuk kanë mjekuar? Edhe unë, ja dola prap me vtopje. Nuk kam se kam borxhet ajo, farmacistja. Ja, shuri mëshirë Zotit madhe kaq. Kush është mesazhi që do përcjellje sot nga studio e emisionit Pa Gjurmë? Kërkoj ndihmë, si për shtëpinë, si për një pension, andë një ndihmë ekonomike. Që të paguajve dritat dhe ujin edhe kaq. Ne do mbetemi në Se jam kontakt. keq dhe me ujin që ma kanë sjell letrën vetë a shofësh. Ne do mbetemi në kontakt, dashur Merita, ne do vend të trokasim në njësinë bashkiake zonën që ju merr, padyshim për të kërkuar ndihmë për ty dhe për të rregulluar situatën në të cilën ti ndodhesh. Do të përcjell në këto momente sepse shikoj që faqet janë skuqur dhe ndoshta tensioni po të rritet dhe duhet të kujdesesh për veten, tensioni është fatal. Këshuri, unë ditë për ditë kam stres, anksësh. Duhet të vizitohesh dhe të marrësh një medikament ta pish çdo ditë për tensionin, sepse për shkak të problemeve, dhimbjes, moshës, duhet ta kurosh patjetër tensionin. Do të përcjell, po më lejo të kaloj te prostatoli tek një tjetër reklam dashur miq, në fakt është një suplement i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore. Njihuni me prostatolin dhe rikthehemi sërish bashk live. Mirë, jemi rikthyer në minutat e fundit dashur miq dhe këto minuta në fakt dua t'ja kushtoj nënës Bleona Matës, zonjës Bukurie Mataj, pasi ne e kemi trajtuar historinë e Bleonës të kohët e fundit shpeshherë për shkak edhe të informacioneve që kemi dhënë drejt për së drejti këtu në ekranin e Report TV, por edhe verifikimet që redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka bërë. Ne menduam përpara një muaji, momentin që sollëm në fokus historinë e Bleona Matës, që kësaj nëne t'i hapnim një GoFundMe për të mbledhur një shumë parash ku ajo t'i kishte në dispozicion për kërkimin e vajzës së saj. Gjithnjë, zonja Bukurie ka kërkuar që edhe në rrugë private me detektiv, të paktën në vende ku dyshohet se mund të ndodhet vajza e saj, ajo të bëjë kërkime dhe mos t'i varri shpresat, le të themi vetëm nga media apo nga institucionet. Ky është GoFundMe që është hapur pikërisht në mbështetje për kërkimin e Bleona Matës, është vënë një shumë prej $20,000, deri në këtë momente që ne flasim, shuma ka shkuar për afërsisht $24,000, është $23,996, ndërkohë që numri, le të themi, i donatorëve, ata që kanë kontribuar, është 499 persona që dua t'i falenderoj përzemërsisht për gjithë ata që e kanë mbështetur nënën e Bleona Mataj. Ndërkohë, urojmë dhe shpresojmë që edhe kjo shumë fare e vogël të mblidhet dhe më pas të mbyllet ky GoFundMe, se në momentin që nuk do të mblidhet kjo shumë, të gjitha këto para që kanë mbritur, le të themi, te ky GoFundMe, do të ikin dhe do rikthehen në vendin e origjinës të gjithë shqiptarët, të 499 personave që kanë kontribuar. Prandaj është e rëndësishme që ta mbledhim të shumë dhe kjo nën mos t'i humbasi këto para të cilat
mediat, me shumë dashuri le të themi emisioni pa gjurmë dhe një mikja e programit e hapi këtë GoFundMe. Janë të shumë personë, emigrantë jashtë Shqipërisë që na telefonojnë, kërkojnë të kontribojnë, por ndoshta për shkak të moshës shumë persona nuk din ta përdorin edhe këtë faqe GoFundMe. Ndaj nëna e bukurie Bleona Matës, zonja Bukurie, ka hapur dhe një numër llogarie që kushdo që mund ta ndihmojë, mund të kontribojë te numri llogarisë që ju po e shikoni në ekranin tuaj. Unë uroj dhe shpresoj që shuma e parave të mblidhet, kjo nën të ketë para për të kërkuar të bijën, sepse mundësitë e saj nuk janë të mëdha dhe këtë gjë unë kam deklaruar shpeshherë në studion time. Unë kam qenë në shtëpinë ku jeton zonja Bukurie, 2 orë larg Kukësit, në një zonë që e vështirë, le të themi edhe për të jetuar vetë zonja Bukurie. Por çfarë po ndodh për Bleona Matën? Ju që më pyesni çdo ditë, ju që më shkruani çdo ditë, padyshim që ne kërkimet po i vazhdojmë. Shumë shpejt këto ditë së bashku me nënën e Bukuries, ne do t'i drejtohemi SPAK-ut. Nuk e dim nëse SPAK-u do e marri përsipër çështjen e Bleona Matës, sepse ne dyshojmë një grup të organizuar, le të themi që kanë bërë rrëmbimin e Bleona Matës. Dëshmi dhe fakte ndër vite që Pajgjurmë ka siguruar dhe një pjesë të mirë që ndoshta nuk i ka dhënë në transmetim, ne i kemi në dispozicion për t'i dorëzuar në SPAK me shpresën që ky institucion do e marri përsipër dosjen e Bleona Matës. Do t'jemi në ditët në vijim bashk për të rrëfyer dhe për treguar çdo detaj për historinë e kësaj vogëlushe të zhdukur prej 22 maj të vitit 2010 nga mali Pikëllim. Mirë dashur miq, me historinë e Bleona Matës dhe me thirrjen për GoFundMe që kushdo që është duke na ndjekur ta ndihmojë këtë nën, të kontribojë te GoFundMe që ne kemi hapur apo te numri llogarisë, kemi ardhur në fund edhe për sot. Ne bashkë do i takojmë nesër live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Faleminderit që më ndoqët, mirupafshim.